burra dhe gra. Idris Sulli bëri një takim me Parin e Veriut, ata që përfaqësojnë kanunin e lek Dukagjinit. Dhe i thot, çfarë i vut vajzës kur e martoni në paj? Ata i thonë një ball fishek. I thot, një ball fishek, i thot ki. Po plumi do t'u marrë të rjetër. Po ju i thonë këta, po ti çfarë i vure? Unë i thot një laps dhe një letër. Çdo gjë me marrëveshje. Nuk e shet të drejtë. Burri ta trajtonte si plaç shtregut vajzë. Në veri, në kanunin e lekës janë shumë të përcaktuara dhe më të rrepta, do të thosha, nenet që kanë të bëjnë me martesën. Martesa sigurisht bëj në të dy rastet bëj me shkesë që i thonë, por në veri vendose saktësisht se kur do bëj dita, kur do bëj martesa. Dhe në rast se nusja e premtuar, pikërisht atë ditë që duhet të shkonte, të vrini krushi ta merrni, do t'ishte smur, edhe si kur t'ishte duke dhënë shpirt, detyrimisht do të çohet e shtëpia e burrit. Në jug nuk e kemi kaq taksative këtë respektimin e nuk ekzistojnë, të paktën me aq sa unë nuk jam një ekspert i të drejtës kanunore, por nuk e kam gjetur që të ekzistojë në jug një gjë e tillë. Dhe kur vinte puna për ndarje, gjithmonë i përkiste burrit të vendoste për gjithçka. Gruaja nuk kishte asnjë të drejtë. As të më thoshe që ki do me dhe djali do vi me mua, djali do marrë mua, djali do maj mua. S'kishte gjë. Në këtë drejtim ishte një lloj si kanuni lek Dukagjinit. Pozicioni i gruas në veri, në kanuni, megjithse sigurisht respektohet, konsiderohet gruaja zonjë shtëpi e tjera, megjithatë konsiderohet një barë dhe thot vetë kanuni. Gruaja nuk sjell gjak nëse vritej gruaja, sigurisht vritej për dy arsye të forta, për arsye nderi një dhe për arsye të mos kryerjes së detyrave ndaj të mikpritjes ndaj miqve, nëse fyet miku, edhe kjo në veri është shumë e fortë në kanunin e lekës. Atëherë dhe në atë rast gruaja mund të vritej dhe si thua nuk hynte në gjak me familjarët. Mund të hyjë në gjak me familjarët nëse ajo vritej nga të tjerë, jo nga burri i saj, po themi nga njerëz të jashtëm, natyrisht edhe në mënyrë po themi aksidentale. Dhe në atë rast duhet të jenë familjarët e gruas që të merrnin hakën, jo shtëpia nuk konsideroi, pra gruaja nuk konsideroi gjak. Dhe në këtë aspekt nuk prodhonte gjak, nuk prodhonte si thuash gjakmarrje. Kur erdhi puna për fëmijët, ishte në nështrim total i prindërve, i babait. Që ai do komandonte, ai do urdhëronte, ai do vendoste, do e mande fëmijën, do e njëjtë, të gjitha i kishte babai. Do të thënë rendi patriarkal ishte 100% i vendosur. Idris Sulli doli me normë të re, që dhe gratë e agallarëve duhet të dalin në punë jashtë, si gjithë fshatarët e tjerë. Fukarallëku ishte në kulm në atë kohë dhe Idrisi vendosi, nxorri familjen e tij, nxorri në punë. Paria, ata që qëndrojnë kapadain se burrat nuk punojnë, gratë në shtëpi, po nuk kishin të drejtë që të punojnë. Këta e quajtin si turp. Ahere ai mlodhi Parin këtu dhe u tha duhet të punojmë të tërë, sepse që të rrojmë dhe të ashtu fukarallëkun duhet të punojmë gra dhe burra. Mosmarrveshjet u gjetë zgjidhja me pajtim. U rekomandua ndërmjetësimi për falje dhe pajtim. Të kërkonte falje i zoti i shtëpisë edhe fisi po t'ishte për fisin dhe pastaj të pranohej nga familja e prekur me ofendime, me fjerje ose me akte. Dhe pasi të pranoj nga familja e fjerë, atëherë të arrihej pajtimi. Falja dhe pajtimi ishin kapitull më veti.
Ajo që bashkonte për shembull aspektin e hakmarrjes edhe me kanunin e veriut dhe të jugut është pikërisht kjo që brenda 24 orësh mund të merrej haka e të vrarit, mbas 24 duke vrarë ose vrasësin ose të afërmit e vrasit. Tiatin, babain, vëllain, kushurinë e parë, gjithmonë vetëm meshkuj, kjo vlente si në veri, ashtu edhe në jug, dhe mbas 24 orësh në jug kishe të drejtë të vritej vetëm vrasi, pastaj jo familjarët e vrasit. Nuk mund të vrisje tiatin e ti, ose djalin, kushurinë e parë të ti. Në qoftë se do bëje një hasmëri, ahere do dënonej personi, na mirë i mendja, që dënonej personi se nuk ishin faj të tjerët. Dhe ki person, jo vetëm do dënonej në maksimum, po do të jipet dhe gjyqit ato ligje që kishin, e kuptonte, në atë dhe dënonej, jipe i mendimit tonë si fshat. Idrizi në atë kohë hoqi gjakmarrjen. Nuk ishte gjakmarrje, në qoftë se do ndodhte një diçka, do mlidhej komision dhe ata do vendosin se si do bëhej. Bile kish arritur sa i kish ndjekur dhe nga fshati. Në një rast mora pjesë edhe unë, që arrita për që dha premtimin e faljes gjakut dhe edhe pajtuam familjet. Për konfliktet penale kemi bërë mjaft pajtime. Qarë duhet në ndërmjetësim e pajtim? Mirë të gjitha ndershmëria, drejtësia, që të mos mash hakun e njërë dhe tjetrit, po t'jesh i drejtë, të vendosësh me drejtësi. Dhe kjo ishte baza e tërë komisionit pajtimit. Për ata që kanë të drejtë, t'u japim të drejtë. Për ata që s'kanë, t'u themi që s'keni drejtë, prandaj kërkonit pajtohi me këta. Kjo shërbente dhe për gjykatësit e sotshëm. Në zhulat gjen ende vend zakonet kanonore, veç gjakmarrjes, e cila i takon vetëm të kaluarës. Ne si zhulaqot, këto tradita i kemi ruajtur. Edhe sot, për shembull, në kohën në 97-ën që ra qeveria, ne si zhulat, këtu ishte qetësi, se u armatosi gjithë populli, po krijuam një komision dhe bëm çarmatosjen e fshatit dhe vazhdu. Këtu në fshat nuk erdhi njeri huaj, nuk na ndodhi asnjë diçka. E kuptonte, duke vazhdu dhe vum në fuqi rregullat kanunet e Idrisulli, sepse kanuni i Idrisullit është shumë përparimtar. Në zhulat nuk ka ndryshuar asgjë. Këtu e 4000 vjet. Ne na kanuni ruajmë shumë tradita të asaj kohës. Besnikrin, që është një gjë kryesore, mikpritje, rregullat për sa i përket hasmërisë, nuk ka ndodh hasmërira këtu në fshat. Jemi shumë të qetë, dhe në qoftë se bëhet një gabim, dënohet në bazë të ligjeve sot. Do me thënë, ne jemi grush, do me thënë që përkrajim ligjet të këtij kanunit, të kushtetutës sot, të këtij rregullave. Ligji ndryshon nga kanuni, ka ndryshim rrënjësor, se kanuni mbështetej me parimin e barazisë. Kanuni sot mund të shfrytëzohet në shumë mënyra. E para me të gjitha që ka institute të tilla siç është falja dhe pajtimi, që është një institut humanitar, thellësisht humanitar, demokratik deri në palc. Janë gjërat cilat na lejojnë që nga e drejta zakonore t'i marrim dhe t'i zbatojmë në praktik. Dhe në qoftë se kanuni ka pranuar faljen edhe pajtimin, s'ka pse sot të mos i pranojmë, sidomos për gjakmarrjen. Edhe kjo ka dhënë rezultate. Ati ku janë bërë falje dhe pajtim, ati janë evituar vrasjet për gjakmarrje. Se ato kanë qenë të egzageruara. Ai vrasje për gjakmarrje është një krim antiligjore, antinjerëzor. Janë tradita origjinale shqiptare, dhe në Mirdit, edhe në Kukës, edhe në Labëri. Sepse mbrojtja e nderit ka qenë njësoj në të gjithë kanunet, nderi mi të gjitha, besa mi të gjitha.